është më e vjetër veza pula? Falte. Këtë e kiko pëstë. S'ka emër më të mirë se emri Allah, pa këtë emër të bukur s'frymon kjo dynja. S'ka emër më të mirë se emri Allah, pa këtë emër të bukur s'frymon kjo dynja. Nëse kisha për që jam në shoqe e rej në klasë, që nështë edhe Shqip mirë nuk din me folë, ose s'nuk na nje, edhe na kish pyet, ju kish pyet, kush është Zoti yt? Çfarë ju kishni thënë? Mos më xhira. Çka është Zoti? Kush është Zoti yt? Kush është Zoti yt? A beson Zoti? I thu po. A i thot, kush është Zoti yt? Jam Zoti. Shëndullajtë, kush është Zoti ti thu është Allahu. Po? Çka është Allahu? Çka? Unë kisha thënë është Zoti im Allahu që ka kriju tokën dhe qiellin dhe gjallësat e tjera. Mushil ploti që neve na ka kriju, na duhet me besu ato. Edhe jo në sanet e tjera, në fejat e tjera. Zanafilëse. Na ka kriju Zoti, malat I ka kriju. E qa e Zoti jam? Patëm një pyetje më herët, ka harru ajo që ka ju pytu që tash. Cila është krijesa e parë që e ka kriju Allah? Krijesa e parë që e ka kriju Allahu është, nuk po më kujtohet, nuk e di. Unë mendoj se Allah e ka kriju anas për të këta me lojke. Dinozaurat? Po para dinosaurët kanë jetu në tokë. Para tokës, para qiellit, ta ka kriju diçka Allah më herët. Ademi. Muhammedin. Ademi. Dinosaur? A mëna me thonë që Allahu I ka kriju dinosaur? Se di. Po njerë I ka kriju këtë botën edhe kafshën I ka që njerëse. Për shembull kafshët I ka kriju në 3 lloje. Kafshët që janë në tokë, kafshët që janë në shpendet, edhe kafshët që jetojnë në ujë. Dhe a kishni pas qef ju me jetu në atë kohë dinosaurave? Po, kisha pas qef. Unë jo. Jo. Mu pëlqejnë dinosaurët, ama nuk muna me jetu se dinosaurët ata nuk na me shëngrënës ata mund na hangër. A keni pa dinosaurat? Po, kena pa. Filmalizator? Po, kena pa, nuk e di kanë ekzistu, as kanë ekzistu. Po, nështë as kanë ekzistu I veç në qesin në filmalizator. Po me pas me gjithë në I vest madhe, dinosaurat, qa kështë bërë? Me kisha fotografu më I kallëzutime. Nuk e kisha prek, sepse kur të rritet kish me të mangë. E kisha fry. Me mara vezën e Ameriu që shembull sot ndodhen janë kriju shumë qenë me dalë në rrugë shtë me të flugë naj këtë bolli madh ose naj shumë I shtirë, ma kanë I zdira me të flugë dinozauret është për plasë ata dhe më kishë mbrojtë. Para me ndoti me dalë më shetit me dinosaur në përgërmi. Po. Thonë se kisha marrë, vedhen, se na jo vedhë më rëtë me kone në nënës dinozaurë dhe tani ja marrë fëmin s'kesh pas që. Interesant. Po pa unë ja kisha vijë kështët, në tim za ja kisha vijë, kisha jo në dikën ja kisha mshirë, kur jena jo mshirë në bashkë me ato, edhe se sheh edhe po pak në vëzë për nejse, tash të s'ka që me bo. E mirë, tash mu këty pak të pyetjet asaj shoqes. Ajo mënët me pyet, masi Allah ka kriju gjithë shka, cila është krijesa më e dashur e Allahut? Njeriu, robi I Tij. Mendoj. Cili pra prej robërve të Allahut është më I dashuri te Allahu? Muhamedi.
sallallahu alaihi wasallam. Pse e don Muhamedit a.s. mas shumë ti? Se ka qenë një njeri me zemër të butë dhe të mirë dhe asnjëherë nuk e ka ofendu njerëzit. Më pëlqen ma shumë ti që u kun i dorueshëm, ka bo sabër. Nuk kem të të njëheq. Ka vërtet, ma zë matë me. Ai ka provu me kthy njerëzit me udhë Zotit, po ata ja kanë fillu me besu në idhuj, në gurë, që ata nuk asnjë dëshirë nuk e plotësojnë. Tani ai ka kthy në rrugën e drejtë për me besu te Allahu. A ju kujtohet diçka për jetën e Muhamedit a.s. Kujtohet një pjesë e shkurt, pa që jo kanë të vra. Ato Muhamedin e kanë vru pikolit edhe i ka ra defekt edhe tani ai duke që shtu kanë. Tani kanë mendu që ka vdek Muhamedi pasaj mas 5 minutës ose 10, qështu u dhu tani të gjithë populli Muhamedi ka thonë alhamdulillah që Muhamedi e gjatë. E nanën e kundërt, Allahu e dën pejgamberin, po kanë Allahu e urren mas shumë ti. Cilën krijes? Cila është? Bësh? Qeni. Shejtani. Kanë? Shejtani. Pse? Qa bën ai? E bën senet këqia i bën njerëzve me buk shtët, me myt njerëz shtët, me robë. I thot senet këqia njerëzve. E cili është shejtani pari, ma i keqi që ka bo? A ju kujtohet? Kësine. Iblis? Iblisir. Qa ka bo Iblisi? Ka po Iblisi e ka por Adem a.s. A i ka thonë, unë jam maj mirë, tani Allahu e ka sine. E ka largu? E ka largu, a i ka thonë, kome vama që me rrju tjere ditën e gjukimit, tani kush ma shumë po ka kësine, ate a anë. Dhe me thonë që shejtani ka desh me thonë zote që ka me marrë ma shumë njerëz, one se sa që kanë me të besu ti. Po, qështë. Mashallah, shumë bukur, pra Zoti ynë është Allahu i cili ka krijuar gjithësinë, planetet, njerëzit edhe gjithë gjallësat, edhe Allahu është ai i cili kujdeset për to, i furnizon ato, edhe Allahu ka emra të bukur, e cilësitë e larta, dhe ne gjithë jemi robër të Allahut. زمرة ما تشتسوهد كورة ثرس مزامة